Qendërmbrojtësi Lindrit Kamberi është i hapur për të luajtur me fanellën e Kosovës, ndërsa foli dhe për situatën që kaloi këtë fillim të sezonit e Zyrhiu gjatë një interviste ekskluzive për Telegrafin. 25-vjeçari që shumë vite është pjesë e Zyrhiut, megjithatë këtë sezon ka qenë pak më ndryshe. Ai disa ndeshje qëndroi në stol, gjë që s'kishte ndodhur më parë. Në një intervistë gjatë për Telegrafin, Kamberi e pranoi se ka mbetur i befasuar kur e pa veten në stol, por beson se me paraqitjen e shkëlqyer në përmbysje ndaj Senegalit rifitoi vendin e titullarit. 4 ndeshjet e para i luajta nga fillimi, pastaj trajneri vendosi pak më ndryshe, dikë tjetër në vendin tim, mirëpo në ndeshjen e fundit ndaj Senegalin hyra pas 20 minutave, besoj që me atë paraqitje e ktheva sërish veten si startues. Është normale që konkurrenca është e madhe në repartin defensiv, normale që dua të luaj çdo sekond, çdo minutë, por kjo është pjesë e lojës. Patëm 2-3 humbje dhe e kuptoi trajnerin që e mori këtë vendim. Edhe për mua ka qenë situatë befasuese sepse nuk e kam pritur, por jam gjithnjë i përgatitur. Pra siç thash, lojën e kaluar hyra pas vetëm 20 minutave kur ishim duke humbur 0-1 dhe prandaj jam i kënaqur, u shpreh fillimisht ai. I pyetur për synimet e tij, Kamberi ishte i qartë, të shënoj së paku 4 gola si dhe ta mbyll sezonin me Zyrhiu në top 3-shën e elitës zvicerane. Kam dëshirë të jem më i suksesshëm në vitet e ardhshme. Kam qejf të arrij maksimumin që të hyj në top 5 ligat evropiane. Me durim dhe punë besoj që arrijen. Objektivat për sezonin e mbetur është sidomos të shënoj se sezonin e kaluar, pra kam shënuar 4, duhet të shënoj po aq gola dhe të arrim sa më lart me Zyrhiun. Me kualitetin që kemi, minimumi duhet të jemi në 3-shën e parë. Kamberi gjithashtu nuk hezitoi fare të bisedojë dhe për kombëtarin e Kosovës. Ai publikisht konfirmoi se është i hapur për të luajtur me fanellën dardane. Normal që Kosovën e shohim si mundësi, se cili lojtar shqiptar nga Kosova e ka për synim, është diçka që mundet me qenë ëndër. Megjithatë, qendërmbrojtësi bëri të ditur se nuk ka pasur kontakte me Franco Fodën, kurse kontaktet e fundit me Federatën e Futbollit të Kosovës ishin para disa viteve. Jo, nuk kam pasur kontakt me përzgjedhësin Franco Foda edhe pse kam pasur trajner, por kam pasur kontakt me federatën para 2-3 viteve, por nuk ka pasur kurrë diçka zyrtare. Nuk më kanë ofruar ndonjë projekt, por unë pres, kam durim. E di çfarë mund t'i ofroj ekipit, atje më njohin shumë mirë. Futbolli është kështu, puna dhe durimi, gjërat funksionojnë kështu. Franco Foda e ka një përparësi të madhe sepse është vendas i Gjermanisë dhe Austrisë, sidomos me shqiptarët që janë jashtë. Gjuha i lidh, si dhe kultura. Kamberi ishte edhe në stadium në ditën që bashkëlojtari, njëkohësisht shoku i afërt Bledjan Krasniqi, debutoi te Kosova, ku tregoi se ky fundit i ka thënë se ishte ndjenjë papërshkrueshme. Me Bledjanin foli ditë për ditë sepse e kam shok të ngushtë, e kam pyetur kur debutoi te Kosova, vetë në fakt isha aty në stadium sepse kisha dëshirë ta shoh Bledjanin. Isha krenar me të dhe besoj se është një ndjenjë papërshkrueshme. Pavarësisht që nuk është kontaktuar së fundmi nga FFK-ja, Kamberi e ka përcjell fitoren historike të Kosovës ndaj Suedisë, për të cilën deklaroi se e ka befasuar dhe pret që dardanët të përforcohen dhe më shumë brenda një periudhe të shkurtër. Ndeshjen e fundit të Suedisë e shikova në shtëpi me prindrit dhe ka qenë një ndjenjë pazakon sepse ishte arritje e madhe për Kosovën të luajë ndaj Suedisë, një gjigant evropian. Kam besim se Kosova mund të arrijë shumë më lart sepse kualiteti për këto 2-3 vitet e fundit është rritur tepër shumë, nënvizoi ai për Telegrafin. Kamberi ka mbrojtur ngjyrat e Zvicrës në grup moshat U19 dhe U20, ku ka zhvilluar 6 ndeshje.